Na vin lajme përsëri luftë kemi në lindjen e mesme. Çka po ndodhet? Në gjirin Persik. Në Hormuz, më saktë. Në Hormuz, më saktësisht. Po ndodh ajo që pritej. Cilat ishin ngjarjet e fundit? Ngjarjet e fundit është dy anije amerikane kanë tentuar që të kalojnë me ndihmën e flotës SBA-s. Janë përgjigjur iranianët. Ja, këtu kemi filmime, po. Pastaj kemi një anije koreane jugore të naftmbajtëse të goditur. Kemi është goditur Bahreini, janë goditur Emiratet, kemi edhe një foto nga Emiratet që u kam dërguar pra nga Fuxharaj. Dhe kemi rifillimin e luftës. Në presidenti Trump ka qenë i qartë dhe ka thënë që fillon një operacion për çlirimin i ka vënë emrin operacionit madje, për çlirimin e Hormuzit, për hapjen e kanalit. Ndërkohë nuk është e qartë se si do bëhet pra çminimi i Hormuzit përveç sulmeve që vijnë nga asy dhe është edhe Arabia Saudite që është objekti i goditjeve, po janë gjithë anijet që janë në gjë. Ndërkohë që kryeministri Netanyahu ka thënë që nuk është koha që të vijojnë bisedimet me presidentin on për Libanin, pra kemi, ja, ku është fotoja nga Fuxharau, kjo është vetëm para gjysmore, direkt nga Emiratet. Dhe ajo që pritej, që e thamë edhe këtu, që është flota më e madhe e përqendruar ndonjëherë në historinë e SBA-s në atë rajon, jemi, domethënë, emisioni sonde na ka rënë pikërisht me rifillimin e luftës. Kulla, presidenti Trump kishte marrë një iniciativë dje, të quajtur një iniciativë e paqes në Hormuz, i cili synonte të hapte pra kalimin e sigurt të anijeve apo edhe tankerëve të naftës nëpërmjet të kësaj ngushtice. Mendoni se ky ishte shkaku sepse Irani, këtë radhë kemi Iranin i cili sulmon. Është e saktë? Po dhe jo. Me thënë, çështja është që ne kemi patur një tentativë të gjatë për të pasur negociata. Këta çonin propozimin, ata merrin propozimin, këta çonin merrin propozimin, edhe asnjëra palë se pranonte. Dhe SBA-t kanë futur anijet luftarake për të tentuar për të hapur Hormuzin. Kështu që kemi aktivizimin e konfliktit pikërisht në